Ku e vërteton ti se kaj? E ka me dokumenta, ose ai vjen i bën që si bën. E ke pa në herë tuarti? Unë me mia gjë kam po. Do me t'i dalë për boll. Ka filluar të shit pjesë. Ndodhemi në Krum, rreth 120 km nga Tirana, ku jemi takuar me banorët e fshatit Nikoliç, të cilët janë bërë bashkë për një problem të madh. Dikush po u merr të gjitha tokat, duke kaluar në emër të personave të tjerë. Dhe ky dikush është kreu i kadastrës së Hasit, Fadil Mazreku, i cili me sa duket nuk kalon pa gjë as nipin e tij. Këtë pjesë tokë tash e ka nipi i drejtuarit kadastrës. Kjo manovër është bërë nga pushteti. Ja, shikoj këto shtëpia këto që janë. Është pjesë Nikoliçit, se si e kanë marrë, se si e kanë përvecuar, nuk kam qenë, po këtë probleme kemi edhe atje poshtë. Toka ju kanë ty në persona që i kanë emrat tu, sot e kanë me letra dikush tjetër krejt. Kto është bën mbi vendosje. Pra persona që kanë marrë tokat sipas ligjit 7501, sot nuk gëzojnë asnjë pëllëm të tyre, pasi duke përfituar nga pozicioni, kreu i kadastrës së Hasit në bashkëpunim dhe me funksionar të tjerë publik u ka dhënë të tjerëve, duke kryer mbivendosje dhe tjetërsim të pronave. Një praktikë e njohur në çdo cep të Shqipërisë, që shpesh ka quar në konflikte deri në vetgjysi mes personash që me letra pretendojnë të njëjtën tokë. Ore, si thotë tash, dalim me pritëm. Unë e di që dokumentat nuk bëhen pa akshitje. Çush bëhet certifikata përcis pa pas akshitin më vëlla. Ka më dalë me ka pushkën e me vrata njerëz. Kush e ka bllokuar tokën ju? Aktualisht e ka marrë. E dëgjupa, e ka shitaj. Drejtori kadastrës është Fadil Mazreku. Ai bashkë kadastrën e bashkisë i kanë bërë këto. E me çdo dokumenta origjinale që i ka dhënë komisioni. Ju kemi drejtu 50 herë bashkisë, 500 herë prefekturës, 500 herë policisë, me hapat garë, me hekat garë nga aty. Pra nuk është heq, po ka arrit me bëllë letrat zotia. Se e ka përfituar nga ky komision. Ka ki kësaj këty në probleme, janë bëllë probleme tjera në fshat. Se këta kanë dalë e kanë bërë me forcë, ja ideale aty. E ka zonë këtu me forcë, e ka bloku mos më ardh kroma. Kanë qenë të ardh deri te natja. Ne ju kemi drejtuar 100 herë bashkisë me ardh me bë matjet tym proces letra. Edhe na është thonë që jo se është tokë me konflikt. A di që ka pas konflikt, tu kam thirrë policinë. Polici informon se kush ka marrë në telefon. Kjo është një akuzë vërtet e rëndë dhe nëse vërtetohet implikon punojësit e policisë, të cilët nga sa thot kryetari i fshatit informojnë personat e përfshirë në konflikt. Për këta e ka marrë edhe drejtoreshin e SHKB-s. Tha, ti nuk I di ligjet e rrodha të përfundojsh mrena. Domthon boni edhe ajo mu presion. Gjatë gjithë këtyre viteve, nuk e tentuar. Jem shkuar në komunë Golaj, ju kam thonë, ka thonë ecë ndeshim. Jem shkuar në polici, e janë bashki, janë që ke letë, e kije ndash të bashkia, ndash polici, dhe në komisariat, ndash në komunë Golaj. Në kadastër çat kanë thonë? Nuk përfiton. Ha që shohim. Komisioni I ndarjes tokës të vitit 93 këtë tokë e ka nda për frym. Alea motit 3 dulym e 200 metra, të cilat janë këto. Tu mrapa është Idriza Moti me 2 dulym e 700 metra. Po është vllai Idrizi tjetri prap me ka 2 dulym e 700 metra. Janë 3 persona e kanë përfituar këtë tokë. Kanë shku për të bërë dokumentat, nuk kanë pranuar me ardhmë me bë matjet sepse është tokë me konflikt. I ka kërkuar bashkisë, ka kërkuar prefektura kthej ka përgjigje shko te bashkia. Ti po thu që këtë tokë këtu ka drejtori kadastrës, Fadil Mazreku. Ku e vërteton ti se kaj? E ka me dokumenta, ose ai vjen I bën që si bën. E ke pa në herë tuarti? Unë me mia gjë kam po. Do me t'i dalë për boll. Ka filluar të shit pjesë. Pasi kemi dëgjuar pretendimet dhe akuzat e forta të banorëve, u nisëm të takojmë kryebashkiakun e Hasit, Miftar Dautin, për të gjetur një zgjidhje për këtë konflikt që ka ndesur gjakrat e një fshati të tërë. Por kryetari e pasoi direkt topin. Do të me pa pjesën e kadastrës, nëse toka që pretendohet ka kalun në pronësi dikujt, so nuk e di. Ju jeni në dieni të këtij konflikti që kanë banorët me zotin Mazreku? Unë nuk e di. Tokë që ka do komisioni në 93 e ka bloku kë, Rifat Sallaj e ka nipi vetë atje poshtë, e ka marrë. Me kadastrat është bën batraurën. Këtë e dim, por si do ta zgjidhim? Ne në mandat parë kemi vite gjysë që ai nuk e di për zotin. Nuk e di për zotin. Kryetar më të sinqert nuk na kishin zënë syt. Sidoqoftë le të presim mandatin e dytë, duke shpresuar që dikush në Nikoliç të mos ka përcej arsyen. Do të më shkruaj më intereson kadastri. Besoj dini që ne këtë pjesë opozitës ose shteti ka bërë punën vet. Kemi 12 vjet që qeverisë së marrë këtë bashki. Kanë pasur burin edhe arrën dorë. Këtu kryetari na ka thënë një të vërtetë që vret jo pak. Çfarë mund të presësh nga bashkëpunimi I autoriteteve me një kryebashkiak të opozitës, I cili konsiderohet si dele e zezë në një ambient ku gjërat bëhen me urdhër partie? Ndërkohë, këto lëvizje tona në një qytet ku të gjithë e dinë se çfarë ndodh, kishin shkuar në veshën e protagonistit kryesor të kësaj historie, zotit Mazreku, shef I kadastrës, me të cilin, për hir të së vërtetës, kishim disa gjëra për të sqaruar. Por siç mund të imagjinohet, ai ishte larguar nga syt këmbët, prandaj nuk na mbetej vetëm ta telefononim.
Alo? Zoti Fadil, si jeni? Jam me Don Kuqi, gazetar nga Piranjat. E mbylli. Tani na ka bërë blok. Me që erën e parë, Zoti Mazreku na ufshe, pak ditë më vonë, u nisëm sërish drejt Hasit, me shpresën se këtë herë do të kishim më shumë fat dhe do të merrnim sqarime për abuzimin me tokat e Nikoliçit. Por sërish pa rezultat. Madje kësaj here, shefi i kadastrës e ktheu kërkesën tonë për takim në një film aksion. Zoti Mazreku, si jeni? E Don Kuqi nga Piranjat. Ata banorë meritojnë një përgjigje nga ti. Zoti Mazreku, si është bërë nipi juaj pronar toke kur kam bivendosje? Se fshihesh? Ju janë vjedhur tokat, zotri. Ju jeni përgjegjësi kryesor. Zoti Mazreku, vetëm një person që ka fajikën. Ndalo, Zoti Mazreku. Hoq na lolli. Zoti Mazreku, për të dytën herë shmanget. Drejtori na iku edhe kësaj here pa na sqaruar. Sidoqoftë, pyetje që kishim, po ja bëjmë publikisht. Si është e mundur që nipi juaj ka marrë tokat e banorëve të fshatit Nikoliç dhe është pajisur me certifikat pronësie? A ka pasur akshitje? Pse banorëve të fshatit Nikoliç nuk ju janë bërë dokumentat e pronave të tyre? A ishte kjo një skem për t'i mbajtur larg dokumentacionit të rregullt ligjor që më pas do të tjetërsoheshin? Këtë pyetje vlen dhe për drejtorinë e përgjithshme të kadastrës, të cilën e ftojmë të verifikojë akuzat e banorëve të Nikoliçit. Ndoshta përballë shefave të Tiranës, ai do të jetë më i qetë dhe më i arsyeshëm për të sqaruar të vërtetën.